Arsen Toska, polici 20 vjeçari plagosur gjatë transportimit të një të arrestuari drejt komisariatit të Kuçovës, vijon të trajtohet në spitalin e traumës në gjendje të rëndë. Si pasojë e plagëve të marra, ai ka humbur përkohësisht lëvizjen në gjymtyrët e poshtme. Ngjarja ndodhi në zonën e Kutalis, në bashkinë Dimal. Sipas hetimeve paraprake, 45 vjeçari Zamir Skënderi, gjatë transportimit nga Fieri drejt Kuçovës, dyshohet se i ka marrë armën e shërbimit policit dhe ka qelluar brenda automjetit të policisë. Pas të shtënave, ai tentoi të largohej, por u neutralizua dhe arrestua nga 2 efektivët e tjerë që ndodheshin në mjet. Gjatë dëshmisë, Skënderi ka pretenduar se nuk mban mend çfarë ka ndodhur, duke deklaruar se ishte nën efektin e lëndëve narkotike. Hetimet po përqendrohen edhe te procedurat e ndjekura nga policia gjatë shoqërimit të arrestuarit. Autoritetet po verifikojnë masat e sigurisë të zbatuara dhe arsyet pse 45 vjeçari nuk ishte kontrolluar plotësisht, ndonse dyshohej se kishte me vete kokainë.